Kemi Hudhejfe ibn Jemani, një transmetim të musnedi i Imam Bezarit, thot një fjalë shumë bukur. Thot, el islamu themanietu eshum. Nëse do të ndash gjithë islam, ose do të përmbledhësh pasaj këtë përmbledhje të ndash vetëm në 8 pjesë, islami thot përbëhet nga vetë shahadeti, namazi, agjërimi, zekati, haxhi, të urdhërosh për të mirën, të ndalosh nga e keqja dhe të luftosh në rrugë të Zotit. Pastaj thot, wa qad khaba man la sahma lahu. Është i shkatruar ai i cili nuk ka të paktën njërin. S'ka si pjesë. Ja për shqiptarët kanë ruajtur fenë tyre nëpërmjet agjërimit. Vërtet. Futën të thënë Hudhejfe ibn Jemanit. Dhe nëse do t'i përgjigjemi në formë tekstuale, le të marrim tekstin e kujt e Hudhejfe ibn Jemanit. Dikush mund thotë, po prita, është tash se kemi ca hadithe që flasin për namazin e namazit. Më mirë se ka kuptuar ky sahabi, nuk e ka kuptuar ata. Mos vjen kjo se ndoshta e ngatrojnë me mohuesin. Jo, ato nuk është se ngatrojnë në mohuesin, po duan ta bëjnë lëndësin e namazit me përtaci sikur mohuesi vërtet, por nuk janë njësoj. Nuk janë një lloj. Absolutisht.